Si të bëjmë një e-faturë në programin Restobar? Në fillim logohemi në programin Restobar. Vendosim kodin e përdorësit. Marrim porosinë e klientit. Zgjedhim tavolinën që është ulur klienti dhe shtypim opsionin e marrjes së porosisë. Do të zgjedhim klientin, vendosim të dhënat e NIF-it të klientit, dhe më pas i japim kërko. Do të na shfaqin të dhënat e klientit, më pas i japim ruaj. Më pas zgjedhim mënyrën e pagesës, në këtë rast me bankë, dhe do të presim sa të gjenerohet e-fatura. Do të na shkarkohet një material në formatin PDF, i vendosim emrin dhe i bëjmë save. Atëherë na është shfaqur e-fatura me të dhënat e klientit dhe porosia e tij.